4 biznese, një jetë dinamike, një qytetare botës që udhton dhe jeton nga një kontinent në kontinentin tjetër. Si është kjo jetë gjithkohës në lëvizje, mbushur plot me njerëz, me sfida? Mendoj që po të ishte ndryshe, do ishte boring. Më thej që paraja nuk ka rëndësi ka liria që paraja më jep. Mund të blej gjithçka, por nuk më duhet gjithçka. Për çfarë ke nevojë në fakt ti sot që ti je e lumtur dhe e përmbushur? Unë thjesht fare këtë që po bëj. Nuk do ndryshoj asnjë gjë. Ndoshta do doja të pak më shumë dallk këtej nga Vlora. Mama në moshën 20 vjeçare, 2 student që papritur janë përballë faktit që një fëmijë po vjen. Çfarë ndodhi me ju në atë moment? Në momentin që sapo kishte lindur Sebastiani dhe patjetër që ishte një challenge ose një sfidë për të dy ne, dhe fillimet e para e mbaja gjithmonë një valizhe të kopsitur te dera. Danieli më ka propozuar që në moshën 17 vjeç. Ka ardhur me një pemë të madhe krishtlindjeje nga Gjermania me makinë për të festuar krishtlindjet në Shqipëri. Diku aty te rruga Durrësit ka dalë vet për të bler unazën dhe ka ardhur me një unaz të rrugës së Durrësit për të propozuar për krishtlindje. Po. Ju blet një godinë historike. Po. Muret ishin, nuk e di, duhet ndoshta kishte rënë zjarr një herë një kohë, por kishte një shkrim që kishte ngelur në mur nga 1900-ta. Hapim një dritare që ishte pak a shumë kaq e vogël. Dhe që aty shikojmë një pamje të detit të papar. Pam njëri tjetrin dhe tham, kjo do jetë shtëpia jonë. Në fakt, një nga dimensionet më të bukur të Migenës sipërmarrëse është Holberton School Tirana. Për mua fokusi tek Holbertoni është më tepër të krijojmë njerëz që janë inovator, që mendojnë ndryshe. Ke lindur me këmish ti Migena, është pyetja ime? Gjërat krijohen dhe shumë kanë të bëjnë me pasionet dhe shumë kanë të bëjnë me mënyrën ndoshta edhe pak me çmendurinë për ta konceptuar jetën ndryshe nga standardet që e shikon 90% e popullsisë. Kur ka lumturi ka dhe diku një dëshpërim, dhe kur ka rritje ka dhe rënje ndoshta në diçka tjetër. Spraying, e gjeta fjalën në shqip, ta spërkasësh botën me bukuri. Të uroj shumë suksese sepse megjithmonë është, mendoj që është një add-on për shumë njerëz për të inspiruar. Migena Schröder është ftuara ime radhës në këtë episod shumë të veçantë dhe ju siguroj që do frymëzoni dhe do merrni një dozë shumë të mirë energjie që do t'ju duhet sot në fund të ditës. Migena Schröder është bashkëthemeluese dhe CEO e Holberton School Tirana, është CEO e Albanian Eagle Security System, gjithashtu bashkëthemeluese e High Protect dhe bashk-founder e Classic Immobilian. 4 biznese, një jetë dinamike, një qytetare botës që udhton dhe jeton nga një kontinent në kontinentin tjetër. Si është kjo jetë gjithkohës në lëvizje, mbushur plot me njerëz, me sfida, me kënaqësinë e suksesit edhe me një fjalë? Normale. Domethënë ky është ripërcaktimi i ri i fjalës normalitet, ë? Mendoj që po të ishte ndryshe, do ishte boring. Kjo Shqipëria ka një gravitet që të fton dhe ti ke një bazë shumë të mirë dhe këtu. Është vërtet. Edhe bazë sociale po dhe bazë biznesi shumë të mirë. Po, të dyja. Çfarë të lidh me Shqipërinë kaq shumë? E para njëherë ASS-ja, Albanian Eagle Security, sepse është trashëgimia e familjes. Ishte dhe arsyeja që më kthevi mbas 33 vjetësh, se 33 vjet jashtë Shqipërisë është një kohë shumë e gjatë, por që kjo është lidhja kryesore emocionale. Tani mbas pak a shumë 3 vjet e gjys, 4 vjet, mund të them që kam dhe një shoqëri të paparë. Ju jeni vëlla e motor apo jeni familje? Si e ka ndar babai rolin e vajzës dhe rolin e djalit në Eagle Security Systems? I vëlla ka vite të tëra në Amerikë, është mësuar në atë habitatin aty, dhe investimet që ka bërë babi në Amerikë i kanë kaluar vllait, investimet që ka bërë në pjesën e Evropës më kanë kaluar mua. Domethënë harmoni, paqe dhe produktivitet. Por që do ta kisha edhe pandarje, të them të drejtën, sepse jam shumë e lidhur me tim vëlla. Edhe është suporti im kryesor, se nga që është edhe inxhinier, në çdo moment ku kam një pikë pyetjes, duke mos ardhur nga fusha mbi gjërat, është personi i parë që
Kur bëhet fjalë për transferimin e pasurive apo të gjithë shkaj që ti ke krijuar në jetë, thua gjithmonë që të bëj një fëmijë më të mirë se vetja, se ky është projekti më i mirë i jetës, edhe të pëlqen që ajo gjëja të përçohet aty ku ka dhe pak pasion të përbashkët me atë që prindrit ndërtojnë. Ti ke vetëm një djalë. Unë kam vetëm një djalë. Ka lidhje me këto gjërat e tua? Ka lidhje? Është i pëlqejnë bizneset me të cilat merret familja? Po, faktikisht po. Jo shumë pjesa e investimeve në real estate. Më tepër pjesa e SSS ka një lidhje emocionale shumë të fortë me babin, kështu që atë e ndjen ASS-n. Sigurisht që ka edhe vizionet e veta, projektet e veta, ne nuk e kemi shtyrë që të megjithmonë të integrohet full time vetëm me bizneset tona, sepse mendoj që është e rëndësishme dhe liria për të gjetur vetveten ato që do ai, por që në fund të ditës sigurisht që llogarisim që një ditë ai do jetë ai që do vazhdoj stafetën. Kur je bërë nën? Je bërë nën në çfarë moshe? Un kam qenë 19-20. Shumë herë. Danielin e kam njohur 17 vjeç. Danieli është dashuria e jetës tënde, me cilin keni sa vite bashk? 30. 30 vite. 30 vite. Shumë bukur. Kur dëgjoj fjalën 30 sot, s'e ndjej një gëzim, e kupton? Ndjej një gëzim dhe them sa mirë që kanë shkuar kaq larg edhe sa më gjatë të vazhdojnë rrugtimin bashk, se është një provë shumë e madhe dashuria, ti është 30 vjet me dikë. Edhe është kompromis, edhe është zgjedhje. Nuk është vetëm dashuri, shumë gjëra janë dhe zgjedhja, mendoj unë. Ashtu mendon? Po. Do të thonë përveç dashurisë, patjetër që është dashuria në mes, ndryshe është vështirë që të mbash bazat, por që mendoj që është edhe një zgjedhje e përditshme. Që do të thotë? Që do thotë që unë ngrihem në mëngjes dhe them po ky është personi me të cilin dua të jetoj bashk. Nuk je mërzitur që 19 vjeç? 100.000 herë. Kjo është përgjigja më e sinqertë që mund të dëgjoj. Po patjetër. Dhe pastaj ti zgjedhë thua Danielin do të thotë gruaja ime ndahet një herë në ditë. Dhe e bukur është që you're my person dhe unë të zgjedh përsëri ty si personin tim dhe pse jemi zënë 100 herë, sepse unë kam zgjedhur të qëndroj me ty. Unë nuk ri për nevojë me ty. Jo, unë nuk ri. Është një zgjedhje. Është një zgjedhje. Unë nuk ri vetëm se të dua ty, por unë rri me ty sepse të dua ty. Njëri tjetrin. Për çka japim njëri tjetrit ka shumë, domethënë. Dhe do më mungon të edhe pjesa e të zënit, të them të drejtën, po mos ta kisha do thoya gjë nuk shkon mirë. Si zgjedh dhe si pajtohet një gjerman me një shqiptar? Gjermanët janë shumë të ekuilibruar, shumë të qetë, shumë familjar. Mendoj që ky është një perceptim që nga ndonjëherë dhe jo të ftohtë. E dëgjoj shpesh në Shqipëri që thonë gjermanët janë shumë të ftohtë, nuk është e vërtetë. Gjermania nuk është popull i ftohtë. Unë megjithmonë kam miq në Gjermani që dhe ti merja në 3 të mëngjesit, se do kisha një hall këtu në Shqipëri, do t'i kisha në avion për 2 orë. Por, si zgjedh një gjerman, Danieli zakonisht është shumë i qetë. Do më thëmë vetëm dëgjon dhe në fund mund të thot, are you done? Gjë që mund të më ngrej nervat shumë më shumë. Dhe ti si shqiptare nga ana tjetër? Kush e je për qafimin i parit të nesërmen? Danieli. Dhe jo deri të nesërmen. Zakonisht brenda 10 minutave. Faktikisht do më thënë një gjë që e kemi mbajtur që nga dita e parë që jemi njohur është që asnjëherë nuk e kemi mbyllur ditën të zënë. Mama në moshën 20 vjeçare, 2 student që papritur janë përballë faktit që një fëmijë po vjen. Çfarë ndodhi me ju në atë moment? Challenge. Sfidë e madhe, por në të njëjtën kohë të dy ishim të vetëdijshëm që e donim dhe donim që t'i jepnim zgjidhje. Danieli më ka propozuar që në moshën 17 vjeç. Ashtu, romance vërtet. Romance vërtet, propozimin e parë unë ja hodha poshtë, sepse mendova që ishim shumë të rinj. Propozimin e dytë e pranova patjetër, por që si të propozoi ai ty? Danieli ka ardhur me një pemë të madhe krishtlindjeje nga Gjermania me makinë për të festuar krishtlindjet në Shqipëri. Ua, sa bukur. Dhe me vete kishte edhe unazën. Sa bukur. Po. Film show, romantic movie, Christmas edition, në? Dhe e mbaj mend që atëre në Shqipëri ishte një nga pikat e para që ishte hapur që shisnin unaza Floriri. Nuk e mbaj mend diku aty te rruga Durrësit, ka dalë vet për të blerë unazën dhe ka ardhur me një unaz të rrugës së Durrësit për të propozuar për krishtlindje. Dgjoj, kjo është një romancë për edicion filmash krishtlindjesh, skenar ideal. Nuk di sa gjë e bukur po më duket, po mundojmë ta visualizoj tani. Edhe se di, shumë e bukur po më duket si gjetje. U emocionove ti si e pranove pastaj propozimin? U shkrive besoj, Ishte i dyti.
Në të njëjtën kohë, po. Patjetër që e pranova. Ne kishim disa kohë që ishim, le të themi, on and off, sepse unë isha në Zvicër, ai ishte në Gjermani, domethënë e kishim pak më të vështirë për t'u takuar, në ato kohë ishte akoma dhe periudhë vizash, gjërat ishin një çik më të komplikuara. Megjithatë e pranova dhe të them të drejtën, kur erdhi sfida me Sebastianin, isha e sigurt që të paktën kisha dikën në krah që e kishte menduar. E bukur është që ju vazhdoni të mbeteni të lirë duke respektuar të gjitha rregullat e kushtetutës tuaj të pashkruar në raportin tuaj, në familjen tuaj. Dhe kur ne kemi folur së bashku dhe unë të pyeta dhe të thash 30 vite, sa bukur, ti më the, duke qenë të bashkuar por dhe të lirë, pa prekur dhe pa cënuar lirinë e askujt. Në fakt kur thua e lirë, çfarë nën kupton? Kur them e lirë nën kuptoj realizimin e ëndrave të secilit prej nesh, që shumë herë mund të lidhen me njëra tjetrën, po dhe shumë herë nuk mund të lidhen ose nuk lidhen me njëra tjetrën, ku edhe kemi mendime apo përplasje për sa i përket rrugtimit majtas apo djathtas apo drejt, po bëj pak më thjesht, por gjithmonë gjejmë kompromisën që i jep secilit prej nesh mundësinë për të rritur, për të zhvilluar, për të realizuar atë që imagjinon. Asnjëherë nuk kemi qenë si të them ngjitur me njëri tjetrin. Pra martesa jon ka qenë shumë herë edhe e bazuar në fundjavat, sepse Danielit i është dashur në karrierën e vet të mbuloj vende si Kina apo si Brazilia, apo ku një marrëdhënie me një fëmijë të vogël e bënte të vështirë për t'u parë javë për javë, por gjithmonë kemi arritur të menaxhojmë që atë kohë që kalonim së bashku dhe në ato periudha ta kalonim sa më intensive. Mendoj që në shumë gjëra është edhe një kompromis i asaj që duam të japim dhe duam të marrim nga tjetri, dhe liria mendoj që na ka çuar aty që të dy punojmë me shumë dëshirë me njëri tjetrin, dhe megjithmonë që mendoj që jemi një super team. Djali të gjeti të papërgatitur për të qenë nën? Djali na gjeti fare të papërgatitur, por kishim suport shumë nga familja, qoftë nga familja Danielit, që nga familja ime. Arritëm që paralelisht të bënim edhe shkollat, arritëm që të realizonim ëndrat tona. Ka qenë një bekim gjithë kohës, megjithëse unë edhe sot e kësaj dite bëj shaka dhe i them ishte një aksident, por ishte një aksident i bukur dhe i mirëpritur. Nuk ma merr për keq. Mendoj që nga ndonjëherë kur shikoj mbrapa them, sa keq më vjen që nuk bëm dhe një tjetër, por jemi shumë të lumtur që e kemi dhe shpresoj që të na mbushi ai shtëpinë me 4, 5, 6. I ka lënë një detyrë kaq të vështira te djali. Se këto dëshirat e mamave që i duan shumë djet manifestohen dhe gjërat ndodhin, ëh? Ajo, unë nuk jam aq ngjitse. Jo. Mund të them që të njëjtën marrëdhënie që kemi me Danielin, të njëjtën marrëdhënie kemi dhe me Sebastianin, mendoj që është edhe një çik pjesë e kulturës ku jam rritur. Në Gjermani në përgjithësi nuk janë ngjitës mbas fëmijëve, i mësojnë shumë herët që të jenë të lirë dhe të pavarur. Sebastiani ka pasur shtëpinë e vet që në moshën 17-18 vjeç, ka dalë nga ne dhe i menaxhon gjërat vet në mënyrë perfekte. Do ma tregosh pak historinë e fillesave tuaja. Juve dy të rinj me drejtorin e bankës që negocionit dhe e bindit që t'ju jepte një kredi për të ndërtuar ëndrrën tuaj. Ne ishim 25 vjeç. Sapo kishim filluar pak a shumë jetët tona. Danieli ishte sa kishte filluar, ishte viti parë pak a shumë që kishte filluar te Philipsi, atëherë kompani goxha e madhe, dhe donim të hynim investimeve në real estate. Sigurisht që për 25 vjeçar që nuk kishin fonde të akumuluara, nuk kishin një jetë profesionale që të thuash dije që shikos që kam punuar 10 vjet dhe kam një stabilitet, ishte goxha sparkat, por i shkuam bankës me një prezantim 20 faqesh nga mënyra se si ishte godina dhe çfarë donim të bënim ne me atë godinë. Vazhdon të jetë godina ime e preferuar, më lidhin shumë emocione. Dhe shumë herë në Kil, sa herë që e diskutojmë, se kemi pasur edhe oferta për ta shitur, e kuptojmë që
është një nga godinat që me të cilën e kemi një lidhje tjetër dhe mendoj që duhet të ndodhin shumë gjëra në jetën tonë që ajo godinë të dilte në treg. Paka shumë ishim shumë të emocionuar atë ditë në bank. Kush e bëri prezantimin? Prezantimin e bëri Danieli, duke ardhur edhe nga financa, patjetër. Unë jam gjithmonë backup-i. Ti e truri ligjor. Të paktën në atë prezantim. Shiko, ne brenda për brenda e kemi gjërat shumë të ndara dhe në bizneset që bëjmë bashkë. Unë merrem kryesisht me pjesën ligjore të gjërave, të paktën këtë kompaninë imobiliare që kemi, mbuloj kontratat, mbuloj pagesat, mbuloj staffin, mbuloj organizimin në makro. Danieli merret me pjesën e punëtorisë, kur kemi rinovime, kur kemi dhe aty unë nuk i hy fare sepse ai është shumë më detajiste sa unë, pra ajo perfeksionizmi gjerman është i vërtet dhe e bën shumë më mirë se unë. Ju blet një godinë historike. Po. Kush e pati vizionin? Kush e pa dhe tha, ne këtë gjë do ta marrim tani, ta bëjmë tonën, ta transformojmë? Kush e kishte atë shkëndijën i pari apo të dy bashkë? Nuk e harroj momentin kur e pam për herë të parë. Ama se këtë moment unë e pëlqej në podcast atem se gjithmonë kur lind një sukses, ka një shkëndijë në një moment, në një kontekst, me një person caktuar, në një situatë caktuar, dhe aty fillon magjia e jetës, aty fillon me historia, kuptim. Ne në atë kohë po shikonim të investonim në fakt në një banesë private për veten tonë. Menduam që në 25 vjeç, djali ishte pak a shumë 5 vjeç, tham tani është koha për të parë to settle, si të thuash, për të parë për diçka private. Në diskutime sipër me një mikun ton, na dha një perspektivë tjetër dhe tha, shiko, pse nuk i hidhni një sy. Kemi shkuar me Danielin, kemi parë godinën, kemi qenë në papafingon e godinës, që ishte nga 1900-ta, muret ishin, nuk e di, duhet ndoshta kishte rënë zjarr një herë një kohë, por kishte një shkrim që kishte ngelur në mur nga 1900-ta. Wow. Hapim një dritare që ishte pak a shumë kaq e vogël, dhe që aty shikojmë një pamje të detit të papar. Wow. Pam njëri tjetrin dhe tham, kjo do jetë shtëpia jonë. Dhe sot e kësaj ditë unë kam shtëpinë aty. Ua, sa gjë e bukur. Nuk kam lëvizur. Bashkë me shtëpinë ble dhe godinën ju. Bashkë me shtëpinë ble dhe godinën. Dhe si lindi kjo ideja që ta përshkallëzonit biznesin dhe të mos mjaftohesh me një apartament, po me shumë apartamente që sot ka një vlerë shumë të konsiderueshme imobiliare me shpërtimin që ka marrë tregu imobiliar. Pasione. E pam që patëm një mënyra se si e rinovuam ose e rikthyem në jetë atë godinë, nuk mund të thuash sepse megjithmonë që ishte thjesht të themi kohë të ndryshme kishin lënë gjurmë të ndryshme mbi godinën. Ne bëm një rinovim të godinës duke kombinuar në mënyrë të papar historinë e godinës me modernitetin e ditëve të sotme dhe pam kërkesën që patëm në dhënien me qira të apartamenteve të godinës. Në apartamente luksoze, këto apartamente normale, apartamente për të jetuar, të arreduara të gjitha. Ne në Gjermani nuk arredojmë, vetëm ajo që është pjesa e arredimit është dhoma e gatimet, që është gjithmonë domethënë, po janë godina klasike, kanë me gjithmonë shpirt si godina, domethënë ndjehet që jetojnë. Sa bukur e the këtë? Godina që kanë shpirt, ashtu është. Që janë industriale, nuk janë një gjë e ftohtë, thjesht tulla dhe beton. Jo, kanë me gjithmonë shpirt. Domethënë parketi i godinave tona është 120 vjeçar, vazhdon jeton akoma. Dhe kur mendoj që në atë parket kanë ecur me breza me gjithmonë jeton. Dashuria nuk ka pasaport, nuk ka komsi, nuk një mosh, nuk një ngjyrë lëkure, dashuria kur ndodh është shumë e bukur, po kam dëshirë pak kështu për personalitetin që kanë gratë shqiptare të bëj një pyetje. Tani ky Daniel Gjermani që jeton prej 30 vitesh me një supervajzë si ty, çfarë thot për vajzat shqiptare? Ka ndonjë gjë që e specifikon? Danieli thot që vajzën më të mirë shqiptare e ka marrë ai. Ke shumë fat Daniel djali, me thënë drejtën. Tani se duket sikur po i bëj kompliment vetes, por që t'ja bësh ç'ke me të? Dëgjoj, ç'është kjo punë? Njeriu po të ishte këtu do thoshte fiks atë fjalë. Shikoj, njeriu ndonjëherë këta ndjekësit e mi në Instagram ndonjëherë mërziten kur ke ndonjë konsiderat për veten edhe e duan shumë këtë përulësinë që ti jesh modest. Ndërsa unë pëlqej shumë këtë gruan që thot, unë jam, of course. Sigurisht unë jam e mira, më e mira. Po patjetër, dëgjoj, po unë nuk e për veten si të parë dhe më të mirën. Duhet ta shikosh ti që do të shikoj ashtu dhe ai në mënyrë jo demonstrative, kuptohet. Ajo ndjehet, po ka një lloj kështu të vetë ndjere gruaja që
thot, ai ka marrë vajzën më të mirë. Ai jo thjesht e thot, po dhe ti e di. Apo jo? Unë ashtu mendoj. Dëgjoj, do kthehemi pak te kompania shqiptare që është themeluar në 92-shin, që e nisi veprimtarinë si një nga pionerët në fushën e marketingut, instalimit dhe mirëmbajtjes së sistemeve të integruara të sigurisë elektronike. Shumë më pak marketing, shumë më tepër inxhinieri. Kuptova. Babai e krijoi dhe themeloi këtë kompani dhe sot vajza e çon përpara. Çfarë bëni tamam ju? Në fakt ne jemi, unë do ta thoja tamam solution provider ose bëjmë integrim të sistemeve, pra fokusi është tek sistemet e sigurisë, duke u nisur që nga sistemet e menaxhimit të godinave, sidomos godinat e mëdha, ku duhet eficiencë e energjisë, ku duhet një integrim i sistemeve në mënyrë që ti të ulesh edhe koston operative. Për shembull, kur juve merrni një hotel apo një grattaciel, një godinë të madhe biznesi, çfarë bëni saktësisht që të jetë më konkrete për njerëzit që na ndjekin? Tani pak ndryshe nga tregu në Gjermani, që në fakt firmat gjithmonë janë pak më të specializuara. Në Shqipëri klienti kërkon pak a shumë që ti të ofrosh nga A-ja te Z-ja, të paktën në sektorin ton. Kështu që të them të drejtën, ne pak a shumë mbulojmë që nga sistemet e zjarrit, që nga sistemet e monitorimit, që nga integrimi i sistemeve në software-in e menaxhimit të godinës, që nga sistemet e accessit, sistemet smart. Një nga gjërat që më kuriozon më tepër është si gjehen klientët jo vetëm në tregje lokale, po klientët ndërkombëtar. Pra kur ti operon lokalisht në një treg si Shqipëria, si jep ti shërbimin tënd kompanive të huaja, të cilat i ke klient sot? Ne nuk është se funksionojmë shumë jashtë Shqipërisë për momentin, patjetër që funksionojmë në rajon që është Kosova. Fokusi ka qenë pak a shumë këtu rajonit, nga familja. Unë tani po bëj hapin për të dalë jashtë Shqipërisë, gjë që konsolidova me HTI-n, me Hypertech Integrations. Është stafi jo, know-how është një know-how prej 33 vjetësh që stafi e ka. Mund të them që fati im është që kam një staf ku 60% e stafit është akoma nga koha e babit, pra prej 33 vjetësh në kompani. Kanë filluar si 17 vjeçar dhe sot janë 50 e ca dhe vazhdojnë të jenë. Bile njëri kemi dikë që ka qenë që nga fillimet e vete, sot është 80 vjeç. Wow. Ka filluar me babin, po. Çfarë do të thotë për ty kjo? Se kjo është tregues shumë i fortë, jo vetëm i qëndrueshmërisë biznesit. Për mua kjo është trashëgimia e vërtet. Sa bukur e the. Njerëzit. Pra mendoj që vlera dhe aseti ASS-s janë njerëzit. Kjo është ëndra ime më e madhe. Njerëzit që unë dua të punojnë përgjithmonë me kompanitë e mia. Dhe ai është aseti më i madh. Për mendimin tim ai është aseti. Kjo është edhe shtytja ime, mund të them, primare për të marrë stafetën e për ta çuar më lart. Hypertech ndërkohë është një kompani me bazë në Gjermani. Hypertech është një kompani me bazë në Frankfurt të Gjermanisë, po. Kemi projektin e parë që shpresojmë ta fillojmë tani në janar, që është bashkia e Freiburgut. Pra goxha projekt, do thoja, prestigjos, duke qenë se është edhe një objekt shtetëror në Gjermani. Dhe juve bëni ndërtimin e një data centeri? Implementimin e menaxhimit të godinës, BMS-s që e quajmë ne, me gjithë pjesën rreth e rrotull të sistemeve që janë pjesë e integrimit, po, dhe ne do bëjmë implementimin. Në fakt, një nga dimensionet më të bukur të Migenës sipërmarrëse është Holberton School Tirana, për cilën do të flasim tani, që është një institucion arsimor i teknologjisë informacionit që është themeluar në Silicon Valley në Kaliforni dhe që ofron një alternativë ndaj universiteteve tradicionale për ata që dëshirojnë të bëhen inxhinier software. Kampi në Tiranë është hapur në vitin 2022 dhe ti thua që dhe kjo është një histori pasioni, të cilën se kam nisur për të fituar. Jo, vetëm histori pasioni. Kjo është megjithmonë një histori zemra. Dashuria. Mendoj që patjetër që është një biznes edhe ai në vetveten e vet, por që fokusi nuk është tek përfitimet e biznesit, siç është ASS-ja, siç është Classic Immobilien, që patjetër që dëshira për t'i skaluar, për t'i rritur është e madhe. Holbertonin patjetër që duam ta rrisim, po duam ta rrisim në të mirën e rinisë. Pra për mua fokusi tek Holbertoni është më tepër të krijojmë njerëz që janë inovator, që mendojnë ndryshe, që janë inspirues dhe që janë pjesë e një shoqërie që duam të krijojmë
në mënyrën e më të mirë të saj. Pra jo vetëm thjesht ana profesionale, ajo që unë i vë shumë rëndësi tek Holbertoni është që studentët të mos marrin thjesht anën profesionale apo certifikatën, por në radhë të parë bot kuptimin e gjërave, ëndrrën, realizimin e ëndrave, inovacionin në vetvete, si mund të çoj gjërat një hap më tepër, si mund të zgjidh një problem që sot më duket i pazgjidhur, por që në fakt do më çonte 10 hapa përpara. Profesionistët e Holberton janë njerëz të cilët janë të specializuar në fushën e zhvillimit të webit, inteligjencës artificiale, realitetit të shtuar virtual, teknologjive të avancuara si blockchain dhe algoritme të avancuara, kam shkruar unë këtu. Që është pak a shumë machine learning, data science, Ku shkojnë këta njerëz? Kjo gjenerata që juve çdo vit nxirrni në tregun e punës, qëndrojnë në Shqipëri më së shumti, janë remote këtu nga Shqipëria dhe punojnë për kompani ndërkombëtare apo emigrojnë profesionalisht? Ne nuk kemi studentë që emigrojnë. Fokusi është që të mundohemi të krijojmë këtu ato ambiente pune që ata do t'i kishin edhe diku tjetër. Mendoj që problemi i emigrimit nuk është thjesht paga apo dëshira për një jetë më të mirë. E shikoj që tek rinia varet edhe shumë në mënyrën e realizimit të ëndrave të tyre që shumë herë e kanë të vështirë t'i realizojnë nëpër kompanitë shqiptare për t'u rritur. Ajo që mundohemi të bëjmë është integrimin në kompani me gjithmonë të mira teknologjike dhe në Shqipëri kemi goxha prej tyre, djem të mirë me vizion që kanë megjithmonë kanë hapur kompani fantastike edhe në Shqipëri dhe ai bridge i punës nëpërmjet të punuarit këtu, por të punuarit edhe atje pa pasur nevojë për të qenë atje. Dhe mendoj që inxhinieria softwarike është një nga të vetmet që e krijon mundësinë që ti të jesh pjesë e një networku global të zhvillimit të teknologjisë pa qenë nevoja për të qenë fizikisht diku tjetër. Djem apo vajza më shumë? Për fat të keq djem, megjithëse kemi programe pafund për vajzat. Mundohemi domethënë me bursa, me që të japim një shtytje vajzave në këtë drejtim, por që numri i djemve vazhdon të jetë shumë më i lartë. Si lindi Holberton School? Holberton School në vetë apo si lindi ideja këtu? Ideja për ta sjellë këtu në Shqipëri. Ideja për ta sjellë në Shqipëri ka lindur në Santa Monica me një gotë verë në rooftopin e një hoteli. Kush ishte njeriu që të shkundi edhe kjo duhet të vinë në Shqipëri? Si u ngacmuan ato receptorët e tu? Të them të drejtën. Prej sipërmarrëseje. Danieli në atë periudhë ishte CEO për Siemensin në Kaliforni, për një nga pjesët e Siemensit dhe kishim problematika për të gjetur njerëz në pjesën e inxhinierisë softwarike sepse pati një boom shumë të shpejt. Shkollat në vetvete donin shumë kohë për të nxjerrë këta njerëz. Unë vetë sapo po kaloja një program të Berkeleyt në inxhinierinë softwarike, po thjesht se nga që nuk punoja dot në atë periudhë në Amerikë se nuk kisha leje puna, kështu që më duhet të zija kohën time dhe një nga mënyrat për të qenë e zënë me kohën ishte të bëja një program në Berkeley, shtat mujor, duke diskutuar me një mikun ton, Grant Van Cleef, nuk e di nëse të thot gjë emri, ai jetonte në atë periudhë në Kaliforni dhe ne po e vizitonim në LA, duke diskutuar ideja ishte ne kishim dëshirë ose ishim njohur në një event të ambasadës gjermane me konceptin e Holbertonit në San Francisco dhe ideja ishte që të shikonim ose po mendonim që do të ishte një koncept i mirë për ta sjellë në Gjermani. Në diskutime sipër me Grantin lindi ideja pse jo në Shqipëri. Patjetër që dhe unë dhe Danieli ishim pak skeptik për faktin që asnjëri nga ne nuk ishte në Shqipëri dhe në atë moment as nuk e dinin që do riktheheshim këtu. Pra ishim shumë larg me ëndrat tona për sa i përket Shqipërisë. Rrjedhoja e gjërave erdhi e tillë që mua mu desh të kthehesha në Shqipëri për të marrë stafetën e ASS-s dhe detyrimisht që dhe Holbertonit ju desh të kthej bashkë me ne pastaj. Sa paguan një student në vit në Holberton School? Tek Holbertoni studentët varet pak nga
programi që ndjekin. Machine learning është diku te 4.000 euro, foundation është diku te 4.000 euro, pjesa tjetër full stacku është 2.700, pra janë tarifa të ndryshme. Për momentin ne kemi një suport të papar si nga qeveria ashtu edhe nga ADF-ja, nga Fondi Amerikan i Zhvillimit, megjithmonë që na kanë ndenjur te koka, na kanë suportuar. Por dhe kjo e bën edhe përgjegjësinë më të madhe për të nxjerrë një produkt, dhe kur them produkt jo vetëm nga ana profesionale, po dhe nga ana njerëzore. Kështu që mendoj që është një rrugtim që do vazhdoj dhe shumë gjatë, dhe mendoj që shumë nga studentëve tanë do ju a dëgjojmë zërin ndoshta në ndër ca vite me Amin. Programe inovatore ose me kompani që do thrasin në treg. Të paktën kjo është ëndra ime. Nëse do shkruanim si Jules Verne një rrotullim rreth botës me Migenën, ti si do ta përshkruaje rrugtimin e jetës tënde në kaq shumë kontinente, në kaq shumë shtete? Më fol për përvojat e tua më të forta emocionale si vajzë me kaq shumë pasiona që je. San Francisco ka qenë një nga do thoja vendet që e kam shijuar në maksimum. Surfi dhe është pasioni i jetës time. Varkat me vela, garat e varkave me vela. Surfboard. Je kështu ka kaq çmendur, dallgët sfidohesh domethënë, bën dallgë të larta, rriti. Jo në Kaliforni një farë periudhe, pata një incident që më bëri pak të vetëdijshme, që ca gjëra ndoshta shkojnë edhe me moshën. Nga ndonjëherë të jemi të vetëdijshëm. Si është sfida me dallgët, Unë e kam vërtet si jeta, shumë bukur e the. Kam një kështu pasion të çuditshëm dhe unë për surfin, por do ta provoj. Më pëlqen ekuilibri në surf, më pëlqen sfida që njeriu i bën natyrës. Është matematik. Është matematik apo jo? Është matematik. S'duhet gabosh. Nuk është problemi shumë te gabime, sesa është problemi tek llogaritja, tek leximi i dallgës. Domethënë, je i varur shumë nga natyra. Në qoftë se në çdo sport ti ke shumë teknik dhe mund të arrish ta realizosh duke praktikuar, surfing është diku te 30% teknik, 70% natyrë. Që do të thotë, duhet të jesh tepër alert në momentin që vjen dallga, për të llogaritur a është as është shpejtësia e dur, a është as është forca e dur, ku është ku thyet dallga, pra ku bie, pak a shumë si në real life business do thoja. Kur kemi biseduar herën e parë në zyrën time, kam mbajtur disa shënime që më bën përshtypje, edhe më thej që paraja nuk ka rëndësi ka liria që paraja më jep. Mund të blej gjithçka, por nuk më duhet gjithçka që mund të blej. Dhe kjo është zgjeria. I can buy everything, but I don't need everything. E vërtet. Për çfarë ke nevojë në fakt ti sot që ti je e lumtur dhe e përmbushur? Unë thjesht fare këtë që po bëj. Nuk do ndryshoj asnjë gjë. Ndoshta do doja pak më shumë dallg këtë nga Vlora, por që nuk e realizojmë dot. Jo, mendoj jam shumë okay kështu, domethënë pasionet kultivohen apo pasionet janë të tuat, lindin me ty? Ti ka kultivuar familja ty gjithë të gjëra, gjithë të interesa kaq të bukura, apo çfarë ndodh me një njeri me një botë kuptim kaq shumë gjyrësh? Kultivohen, por nuk do të thoja thjesht nga familja. Patjetër që familja ruan një rol, sepse e shikoj tek Sebastiani, që ne duke pasur pasione për sportet në tërësi, Sebastiani është po njësoj i të themi i plotësuar në pjesën e sporteve, duke filluar që nga futbolli dhe deri te golfi, pra nuk i mungon ajo anë, por nuk mund të them që në familjen time jam rritur me surfing apo me varkat me vela, sepse edhe nuk ekzistonin në Shqipëri. Pra kjo është pak në kodin tënd gjenetik, dëshira për të përthithur dhe njerëzit të cilët na rrethojnë, mendoj. Ti ke përthithur nga gjithë njerëzit, nga mjedisi, nga eksperiencat e tua, nga përvojat në botë më të bukura. Ndoshta jo vetëm nga familja, por që kultivohet nga shoqëria me të cilën kalon kohën, interesat që ndan, dhe shumë gjëra kanë të bëjnë edhe patjetër edhe me pasionet e brendshme. Mendon se ke lindur me fat apo fatin e ke krijuar? Ose më saktë ke lindur me këmish? Ti Migena është pyetja ime? Tani mami im thot ke lindur me këmish. Ma vërtet e thot mami këtë? Unë mendoj që gjërat krijohen dhe shumë kanë të bëjnë me pasionet dhe shumë kanë të bëjnë me mënyrën ndoshta edhe pak me çmendurin për ta konceptuar jetën ndryshe nga standardet që e shikon 90% e popullsisë. Dhe në fund të ditës ajo bën diferencën me atë pjesën e mbetur pastaj që
ndoshta edhe ca gjëra i çon një hap më tutje. Cila është një ëndër që ti do doje ta realizoje? Harrova Gjermanin, po që Gjermania është shumë afër me Shqipërinë, kështu që po e quaj një. A ke një ëndër ende të paralizuar për cilën po mendon tani? Truri yt edhe po kam në ndërgjegje jote. Po kam, po do bëjmë një podcast tjetër kur ta kem finalizuar dhe do ta bëjmë aty. Me çfarë ka lidhje? Vetëm jep një kështu indicie të vogël. Me natyrën, me rrushin, me verën, me siguri, me vreshtat, në qoftë se ke qenë në Francë, Provence, pjesën sa bukur. Po. Do të thonë atje kemi qendrën jo, por inspirimin e kam aty. Cila është ëndra jote kur të bëhesh 100 vjeç? Ti je atje në majtë të Dallgës? Po. Mjafton që të jem aktive, mjaftueshëm që të vazhdoj të ndjek pasionat. Je gjithmonë kaq e gëzuar, e thashun kështu si një parfum lumturie. Ja, ke patur ti një moment, një rënje le të themi, një melankoli shumë të thellë, një dhimbje shumë madhe. Patjetër. Me të cilën të është dashur të luftosh fort me gjithë ushtarët e tu. Po, patjetër. Për të ringritur dhe për të fluturuar. Patjetër, dhe është pjesë e jetës, por mendoj që ajo që na karakterizon si njerëz është fakti që në momentin që gjejmë paqe dhe me situata të caktuara, gjejmë dhe lumturinë sërishme. Kështu që unë zakonisht nuk më pëlqen që të vajtoj shumë mbas momenteve të vështira ose zhgënjyesa. Është challenge, si çdo gjë tjetër, do mendoja. Shiko, Alketa, kur ka lumturi, ka dhe diku një dëshpërim, dhe kur ka rritje, ka dhe rënje, ndoshta në diçka tjetër, po që nuk mund t'i kesh të tëra në të njëjtën grad, dhe mendoj që në qoftë se pranojmë faktin që dhe kjo është një gjë normale e të jetuarit, mendoj që është lumturi më vete dhe dëshpërime. Ti je një vajzë fort, si e konsideron veten, apo je edhe një vajzë brisht? Ja lejon vetes ndonjëherë edhe thua s'dua të jem tani e fort. Unë ndonjëherë lodhem duke qenë e fort, për shembull edhe ai momenti i përjetimit është shumë duket shumë femëror, kur përlotem, kur qaj, kur diçka më prek, kur ndiem me dobët, ja lejoj vetes to go through it, të shkoj nëpër të. Dhe nuk e kam problem të them të drejtën, sepse nuk e kam atë perceptimin që kam nevojë të jem taf. Fakti që ose fort, fakti që bëj gjërat që më pëlqejnë, ndjek pasionet e mia, mendoj që më mbush aq sa të pranoj dhe faktin që ka momente që jam super e brisht dhe mund të qaj, mund të bërtas, mund të them Danielit sot po ndajemi dhe shifemi jetën tjetër, po që sigurisht mes gjysmore e kam harruar, pra për mua janë pjesë normale të qenit të lumtur. Ke pasur një moment kur ke dashur të arratisësh, të ikësh, të vraposh nga lidhja, nga impenjimi, nga përgjegjësia, siç bëjnë shumë herë njerëzit që ikin? Në momentin që sapo kishte lindur Sebastiani dhe patjetër që ishte një challenge ose një sfidë për të dy ne, Gjermania ishte një vend që unë nuk e njihja, nuk kisha shoqëri, gjuhën nuk e flisja sepse në Zvicër në shkollë kisha anglisht. Dhe fillimet e para e mbaja gjithmonë një valixhe të kopsitur te dera. Gati? Për të ikur, për t'ja mbathur. Por që nuk i ka asnjëherë. Ndoshta edhe thjesht për faktin që nuk do dija fare ku të shkoja, sepse Shqipëria në atë moment nuk ishte më vendbanimi, Zvicra nuk ishte më vendbanimi, Gjermania nuk ishte, dhe mendoj që ky është një nga problemet më kryesore të njerëzve si unë që kanë ikur në ato vite, domethënë 90-92, sepse ne ishim brezi i parë ku humbëm vendodhjen ton ose shtëpinë ton, por në të njëjtën kohë edhe ku kemi shkuar kemi qenë gjithmonë disi pak të huaj, po dhe për vendin ton u bëm të huaj. Pra pak a shumë ke atë ndjesinë që je i huaj gjithandej, por që nuk më zgjati shumë. Pas kaq shumë vite, çfarë është Danieli për ty? O shoku më i mirë që kam. You married your best friend. Po. Like I'm in love with my best friend. 100%. E gjeta fjalën spraying, e gjeta fjalën në shqip, ta spërkasësh botën me bukuri. Ky ishte podcasti i këtij episodi për mua me ty. Jam kënaqur shumë, jam shumë e lumtur që të kam në rrethin tim të njerëzve të veçantë. Shumë faleminderit ty dhe ke bërë një gjë fantastike, se megjithatë unë të kam ndjekur në fakt, që nga biseda e parë që bëm bashkë të kam ndjekur dhe kam parë podcastet e tjera dhe për të kuptuar pak.
dhe të uroj shumë suksese sepse megjithmonë mendoj që është një add-on për shumë njerëz për të inspiruar. Unë do vi tek rigata e Varka me Vela dhe patjetër dua një leksion kështu surfizmi. Vitin tjetër në qershor. Ftesën e ke. Faleminderit shumë Migena, dhe të uroj shumë suksese në të gjitha punët e bukura që bën. Ti je vërtet një shqiptare mirë dhe je vërtet njëri që e bën botën një vend më të mirë. Shumë faleminderit. Jam kënaqur shumë sot. Edhe unë. Dhe të uroj gjithmonë të bësh biznes si atë ditë në Kaliforni me një gotë verë dhe ide të gjitha ti bësh materie, ti realizosh se je një mendje e bukur dhe e ndritur. Faleminderit shumë. Shumë. Edhe ty. Ukry.